që në kohë të vjetra, zona e Qafshtamës ka qenë destinacion turistik mjaft i preferuar për klimën e veçantë që ka vetit kurative të saja. Edhe sot mbetet një nga pikat më piktoreske të rrethit Krujë dhe qarku të Durrësit. Vizitorët që admirojnë këtë zonë dhe vinë shpesh, habiten dhe kërkojnë të rregullohen rrugët që po degradohen dhe bëhen pengesë për zhvillimin turistik të zonës. Që i kohës Babaqenës ka qenë turistik, rruga cop. Edhe fshatrat që janë këtu, jo noja, jo to vuajnë. Nuk e di se si transportojnë atë ujë, sepse të kesh një ngarkesë ujë tillë e kput në mes kamionin. Gjithë jemi koshent për këtë punë. Promovojmë turizmin. Pse të ikim në Malzi, në Maqedoni, apo në vende të tjera, në Kroaci, kur kemi vendin tonë më të bukur se s'ka. Qafshtama kërkon investime për t'u vënë në vendin e merituar të frekuentimit turistik. Gjendja e rrugës nuk e justifikon.